Cilësohet më shumë si këngëtare e festivaleve, por kohëve të fundit po merr pjesë edhe në përndarësma dhe mbrëmje muzikore. Ka sjellur shumë këngë, bashkëpunime dhe hite, dhe së fundmi është në përgatitje të këngës së saj më të re në bashkëpunim me këngëtarin e mirënjohur Ramadan Krasniqi. Gjithashtu ajo do të na sjellë edhe një album. Vjen për ju tani në një rrëfim për të, këngëtarja simpatike Ylka Kuqi. Buron nga një familje ku muzika është traditë e përcjellë ndër breza. Nismëtari ishte Zeç Kuqi, ndërsa pasues bija dhe biri i tij. Ylka Kuqi pasionin për muzikën e nisi me Jetoj që të vdes me ty, me të cilën mori pjesë në Show Fest. Ndërsa u bë e njohur me baladën Dhe të dua ty, e cila përmes këngës magjike, përveç famës i solli edhe çmim. Ajo njihet edhe si këngëtare e festivaleve, kjo pasi mori pjesë në shumë prej tyre. Fatkeqësisht në Kosovë është shumë ky aktivitet, edhe është me të vërtet me të ardhë keq se kemi shumë artista, edhe talent të ri që nështë mënyra ma mirë që ata mu promovu është përmes festivalit. Mirë po, në Shqipëri ekzistojnë disa. Unë kam marrë pjesë edhe në festivalin Kënga Magjike, disa vite, radhazi, kam marrë pjesë edhe në festivalin e radio-televizionit, i cili ka fillu mu bo dhe shumë më atraktiv mas plasimit të këngës në Eurosong, dhe në festivalin e Top Channelit, Top Fest, ku marrë pjesë një herë. Kom përvojat ndryshme për këtune pjesëmarrjeve. Përvoja ma mirë është pjesëmarrja në Këngën Magjike. Jo më ndje gjithmonë e vlerësume shumë prej vetë udhëheqësit festivalit, për Erdit Xhebres, i cili më ka dhënë një përkrahje të jashtëzakonshme. Derisa ajo disa vite më parë ishte pjesëmarrëse në festivalin e RTS-s, ka një kritik për këtë festival, i cili për çdo vit i ofron mundësi fituesit ta përfaqësojë Shqipërinë në Eurosong. Politika e atij festivali është goxha interesante. Eurovisioni kërkon diçka tjetër, se di, na mundohemi nga njëherë me qenë si gjithë pjesëtarët shkojmë të emitu fitues paraprak të Eurovisionit, do me thonë një farë formule jo shumë e qellune se qysh duhet mu prezentu si shqiptar në Eurosong. Nështë edhe kjo, do me thonë, shumë herë është takmar me mos shkumje edhe në finale e përfaqësuesës së Shqipërisë në Eurosong. Muj me thonë lirisht që Rona Nishlue ka bu një bum shumë të madh në Eurosong, edhe ajo është formula ma e mirë, me shku me originalitet. Përveç tjerash, Ylka Kuqi për 12 vite karrierë publikoi plot këngë të suksesshme, gjithashtu numëron disa albume, 2 prej të cilave janë solo. Ndërsa sot, përpos që vazhdon të jetë produktive në sferën e muzikës pop dhe popullore, ajo është e angazhuar edhe në studime. Kom studiu për psikologji, bachelor dhe master, jam të kry specializimin, jam vitin e dytë, e kam edhe një vit, për psikologji klinike, krahas studimeve kry edhe punën e psikologës, si pjesë praktike obligative që kam kuadër specializimit, jam të punu me psikoterapi, kam disa klienta që jam të i përcjell. Sikurse shumë artistë të skenës muzikore, sidomos Kosovës, edhe ajo i ka hyrë trendit të dasmave. Dasma më duket që është një pjesë e sigurt në çdo aspekt të performancës, edhe krejt njerëz vinë për mu knaq, vinë të gëzushëm, vinë me festu. Por kjo nuk do të thotë se Ylka është tërhequr nga mbrëmjet muzikore. Këngëtarja është e pranishme në to, por pas sezonit të verës. Jashtë angazhimeve në punë dhe karrierë, ajo tash e 3 vite ka plus një obligim, kujdesin ndaj burrit. Ylka gëzon një martesë me Astritin, me të cilin është e lumtur për aq vite sa janë bashk. E në një të ardhme të afërt, presin të bëhen edhe prindër.
është një pjesë, një plan që është prezente na, do më thonë, nuk është që nuk e kemi mendu, mirë po deri më tash ka qenë ma shumë angazhim rreth punës edhe plane për punën, për karrierën e të dyve. Me një farë forme ka arrit një farë stabiliteti, edhe ai edhe unë, kështu që tash kemi fillu me mendu edhe për atë plan. Kur do të ndodhë, nuk e di, mirë po do të shihni. Ti që më fike shpirtin ti. Ylka Kuqi aktualisht është duke punuar me një intensitet të lartë që të sjellë disa projekte të reja, të cilat duket se janë të shumta dhe të larmishme. E tash jam të bo disa këngë, jam të i përgatit disa këngë, e këto disa këngë më siguri që kam i përmbledh me një album, i cili besoj do të dalë para verës. Këngët janë të reja, jo për punime. Në mesin e tyne kam edhe këngë duet, edhe këngë solo. Një duet i cili do të vjen shpejt, besoj, edhe po e them këtu, për herë të parë, është me këngëtarin e madh, të cilit ja kom marrë këngën dhe ai ka pranuar me kënaqësi, do të vjen një duet me Danin. Do ta kemi një duet bashk me një këngë, me një baladë shumë të bukur. Besoj do të jetë, domethënë do të publikohet para vitit të ri. Ajo këngë do të vjen edhe me spot, veç që kemi incizu këngën. Po presim me xhiru edhe spotin edhe pastaj do ta bëjmë publike. E krahas angazhimeve në punë dhe karrierë, ajo po gjen kohë të kujdeset edhe për linja trupore. Tash 2 muaj ajo është bërë vizituese e rregullt e palestrës.